A e keni menduar ndonjëherë që zgjidhja për një gjumë më të mirë dhe një shëndet më të fortë gjatë natës mund të fshihet në kuzhinën tuaj? E po. Sot do të zbulojmë se si një përbërës kaq i thjeshtë si uthulla e mollës mund të bëjë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Pra, pyetja që shtrohet është kjo. A është e gjitha kjo thjesht një trend, apo ka vërtet diçka shkencore pas fuqisë së uthullës së mollës për të përmirësuar gjumin? Le t'i hedhim një sy fakteve dhe të shohim se çfarë fshihet pasaj. Dhe personazhi kryesor në gjithë këtë histori është acidi acetik. Është pikërisht ky përbërës i fuqishëm, ai që jep uthullës atë shijen e saj karakteristike, që në fakt është motori pas të gjitha këtyre përfitimeve shëndetësore që do të shohim. Gjithçka nis si një efekt domino. Dhe dominoja e parë që duhet të bjerë është kontrolli i sheqerit në gjak. Ky është absolutisht themeli mbi të cilin ndërtohet çdo gjë tjetër. Ktu fillon gjithçka. Imagjinoni pak sheqerin në gjak si një det. Gjatë natës, nëse ky det është i trazuar me valë të larta e të ulta, gjumi do të jetë i shqetësuar. Uthulla e mollës ndihmon për ta qetësuar këtë det. Ajo mban nivelet e sheqerit stabile dhe parandalon që mëlçia të punojë me orar të zgjatur duke prodhuar glukozë të panevojshme. Po si funksionon kjo konkretisht? E po, acidi acetik vepron si një lloj frene. Ai ngadalson enzimat që shpërbëjnë karbohidratet në sheqer. Kjo do të thotë se energjia çlirohet gradualisht. Pa ato luhatjet e forta që na bëjnë të ndihemi nervoz ose më keq akoma na zgjohen nga gjumi. Dhe ja ku fillon magjia. Një nivel i qëndrueshëm sheqeri në gjak është si një ninull për trurin. Ai mbështet neurotransmetuesit tanë qetësues, duke na lejuar të hyjmë në fazat më të thella e më rigjeneruese të gjumit. Pra, nuk po flasim thjesht për më shumë orë gjumë, por për një gjumë me cilësi shumë më të lartë. Por nuk mbaron me kaq, as pak. Le të zhytemi tani tek kaskada e tretjes për të parë se si uthulla e mollës krijon një efekt valëzues pozitiv në të gjithë sistemin ton tretës gjatë natës. Të gjithë e dim sa e bezdishme është të zgjohesh natën nga fryrja apo urthi, apo jo? E po, uthulla e mollës vepron si një qetësues, duke lehtësuar këto shqetësime dhe duke i dhënë trupit mundësinë të pushojë thellë, pa ndërprerje. Dhe ja ku vjen një detaj shkencor tejet i rëndësishëm. Mineralet tona kyçe, si magnezi dhe kalciumi, kanë nevojë kur një mjedis acidik që të përthithen. Pa aciditetin e duhur në stomak, ato thjesht kalojnë tranzit pa u absorbuar, pra nuk përfitojmë asgjë prej tyre. E thënë thjesht, problemi është ky. Një stomak shumë alkalin bëhet një barrierë për mineralet. Dhe kjo është diçka për tu pasur parasysh, sidomos për ata që përdorin antiacide, pasi ato mund ta përkeqësojnë këtë situatë. Dhe çfarë do thotë kjo në praktikë? E po, rezultatet janë konkrete. Kur trupi përthith më mirë magnezin dhe kalciumin, kjo përkthehet në më pak ngërçe të bezdisme të këmbëve, më pak spazma muskulore dhe madje edhe më pak nga ato dridhjet e vogla të muskujve që na prishin gjumin. Dhe hey, ka edhe një tjetër përfitim ansor të sheqerit të qëndrueshëm, më pak dëshirë për të ngrënë vonë në mbrëmje. Kur nuk ka rënje të sheqerit, nuk ka as nevojë për të kërkuar diçka të ëmbël para se të flihet. Thjesht një pushim i qetë dhe i pandërprer. Mirë, tani le të kalojmë në një nivel tjetër dhe të shohim se si uthulla e mollës mund të ndezë metabolizmin ton ndërsa ne flem. Çfarë ndodh realisht në trup kur fiken dritat? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Le ta shpjegojmë hap pas hapi. Së pari, sheqeri i qëndrueshëm në gjak përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo do të thotë që trupit i duhet të prodhojë më pak insulinë për të bërë të njëjtën punë. Dhe lajmi i mirë, më pak insulinë në gjak i jep sinjalin trupit që të depozitojë më pak yndyrë. Dhe ja një fakt që mund t'ju habis. Trupi ynë është një makinë e vërtetë e djegjes së yndyrës gjatë natës, dhe ky proces i mahnitshëm fuqizohet nga hormoni rritjes, i cili arrin kulmin e tij pikërisht gjatë gjumit të thellë. Ky grafik e tregon më së miri. Imagjinojeni si një lisharse, kur insulina është lart, hormoni rritjes është poshtë. Insulina praktikisht e bllokon atë. Pra, duke e mbajtur insulinën të ulët gjatë natës, ne i japim dritën jeshile e hormonit të rritjes për të bërë punën e tij më të mirë, djegjen e yndyrës. Por prisni, ka edhe më shumë, aciditeti i duhur në stomak stimulon fshikëzën e të mthitit të çlirojë bilen. Kjo bil është thelbësore për të tretur yndyrnat dhe ndihmon mëlçin në punën e saj jetike të detoksifikimit gjatë natës. Tani jemi gati për zbulimin ndoshta më të papritur nga të gjithë. Një sekret që mund të ndryshojë mënyrën se si e mendoni energjinë dhe gjumin. Kjo pyetje mund të tingëllojë paksa e çuditshme, apo jo? Si është e mundur që një acid të shndrohet në karburant për trupin?
Le të zbulojmë këtë proces të jashtëzakonshëm bioqimik. Po, është plotësisht e vërtet. Trupi mund ta përdorë acidin acetik si një burim alternativ energjie. Ai mund të ushqejë drejt për drejt mitokondrit që janë si motorët e vegjël brenda qelizave tona. Tani, para se të mendoni se kjo do t'ju mbrajë zgjuar gjithë natën, qetësohuni, nuk është ajo lloj energjie stimuluese. Përkundrazi, është energjia e qetë që i duhet trupit për të kryer proceset e riparimit gjatë gjumit. Kjo rezulton në një pushim më të thellë dhe madje ndihmon në reduktimin e sindromës së këmbëve të paqëndrueshme. Në rregull. Pasi kemi kuptuar gjithë shkencën pas kësaj, pyetja është si ta bëjmë këtë në praktik. Le të shohim se sa lehtë mund ta përfshijmë uthullën e mollës në rutinën tonë të mbrëmjes. Është vërtet shumë e thjeshtë. Ja çfarë duhet të bëni. Përzjeni 1 deri në 2 lugë gjelle uthull molle në një gotë me ujë. Një këshill e mirë është ta pini me pipet për të mbrojtur smaltin e dhëmbëve dhe mund ta konsumoni pas darke ose pak para se të flini. Kaq. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit. A mundet vallë që zgjidhjet më të thjeshta, ato që i kemi pasur gjithmonë para syve, të jenë në fakt më efektivet? Ndoshta në këtë botë kaq komplekse, donjëherë përgjigjet më të mira fshihen në gjërat më të thjeshta.